Unë nuk kam shumë kohë të ri në TikTok, thot Didi në koment, por mundohem të lë të paktën një like. Dhe me atë pak kohë që ka patur, më ka uruar gjithashtu edhe festat e fundvitit. Të kuptoj shumë drejt e dashur, koha është e çmuar dhe duhet shpenzuar për gjërat që ja vlejnë me të vërtet. Dhe marr shkaz nga ky komenti jot kaq i sinqert, të tregoj një sekret të vogël. Unë e përdor TikTokun për të postuar krijimet e mia sepse më pëlqen shumë si platformë, por faktikisht as unë nuk kam kohë që të rri në TikTok dhe aq më tepër të shikoj video të tjera. Koha më e madhe që unë harxoj në TikTok është kur dal live dhe këtë në fakt e bëj shumë rrallë. Njëherë në kaq kohë e ndjej si detyrim moral që të dal dhe të falenderoj ndjekësit e mi për vlerësimin dhe mbështetjen e tyre në profilin tim, qoftë edhe me një pëlqim të vetëm. Dhe doja t'ju thosha sot se mbrapa këtyre videove, gatimeve, xhirimeve, montimit të videove dhe audio së zërit, është një person i vetëm që i bën të gjitha. Dhe deri tani kam arritur ta menaxhoj profilin, por më vonë, të them të drejtën, nuk e di se sa e zonja do jem. Të falenderoj për komentin, të uroj festa të gëzuara, jo vetëm ty, por të gjithë atyre që atë pak kohë që kanë, hynë dhe shpenzojnë tek profili im, qoftë edhe me një like të vetme. Ju përshëndes.